Një 30 vjeçar në Vlorë është shpallur në kërkim pasi dyshohet se gjatë një konflikti ka plagosur me thik një 21 vjeçar. Mësohet se fatmirësisht 21 vjeçari i plagosur ndodhet jashtë rrezikut për jetën, duke marrë ndihmë në spitalin e Vlorës. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materiale në prokurori dhe shpallën në kërkim shtetasin XQ 30 vjeç, banues në Vlorë pasi më datë 28/6/2025, gjatë një konflikti për motive të dobta, ka goditur me mjetprerës shtetasin XS 21 vjeç, banues në fshatin Babice Madhe, i cili ndodhet i shtruar në Spitalin Rajonal të Vlorës jashtë rrezikut për jetën. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme, njofton policia. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.